Sot ka nisur rinumërimi i votave për qarkun e Fierit pas përfundimit të procesit të rinumërimit për qarkun Tiranë. Qarku Fier është një nga zonat zgjedhore më të mëdha në vend që përfaqësohet me 16 deputet në Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Rinumërimi po zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti në Tiranë. 587 kuti votimi janë hapur për të verifikuar saktësinë e rezultateve të zgjedhjeve të 11 maj të shpallura më parë. Kërkesa për rinumërim është bërë nga koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, i drejtuar nga Adriatik Lapaj, i cili pretendon të marrë një mandat shtesë në këtë qark. Nëse rezultati përmbyset, kandidati Azmer Dulevic i Shqipëria Bëhet pritet të zerë vendin në kuvend duke zëvendësuar socialistin Ramion Kurti. Nga të dhënat e para të rinumërimit ka pasur edhe lëvizje në numër votash mes kandidatëve të tjerë. Zegjen Çaushi kishte vota më shumë se Maldrita Bardho pas 11 majit. Rinumërimi në Fier do të vazhdojë dhe në ditët në vijim dhe rezultati përfundimtar mund të ndikojë në ekuilibrin e forcave në kuvend.